Si mund ta shoh pejgamberin alayhi selam në ëndër? Shkon një njeri tek hoxha dhe i thot: si mund ta shoh pejgamberin alayhi selam në ëndër? Ke mundësi ta shohësh pejgamberin alayhi selam në ëndër nëse vepron sipas udhëzimeve të mia, i përgjigjet hoxha me modesti. Mi trego udhëzimet e tua, i thot njeriu. Shko sot në shtëpi dhe konsumo për drek peshk, por kripose shumë dhe mos pi ujë. Pastaj në darkë ka peshk shumë të kripur dhe mos pi ujë, sepse nëse pin ujë, nuk mund të shohësh, i thot hoxha. Vetëm kaq, çuditet njeriu. Po, vetëm kaq, por mos harro, para se të flesh, duhet ta shtosh kureshtjen tënde për të pirë ujë, i thot hoxha. Shkoi njeriu në shtëpi, drekoi dhe darkoi ashtu siç i tha hoxha. Filloi ta përjetoi pirjen e ujit me ndjenja të mëdha, edhe pas pak shkoi në shtrat për të fjetur. E përkujtonte ujin dhe e ndjente etje. Por friksohej se nëse pin ujë, nuk ka mundësi ta shoh pejgamberin alayhi selam në ëndër. Ndaj tërnatën e kaloi duke u rrotulluar herë në një krah e herë në tjetrin, derisa e zuri gjumi. Kur u zgjua shkoi tek hoxha. A e ke parë pejgamberin në ëndër? I e parapriu hoxha. Jo, nuk e kam parë, i e ktheu njeriu. Po, ç'ke parë? E pyeti hoxha. E kam parë veten time duke pirë ujë, duke notuar në lumenj. Pash se si qielli lëshonte shi, si toka gufonte ujë. Pash veten time duke pirë dhe notuar në çdo vend. Uji buronte me bollëk nga çdo vend. Tërnatën e kalova duke ëndërruar ujin, por nuk e pash pejgamberin alayhi selam. Atëherë hoxha i tha: po ta kishe kaluar natën duke menduar për pejgamberin alayhi selam, siç ke menduar për ujin, dhe po të lidhej zemra jote për pejgamberin alayhi selam, siç ishte lidhur mbrëm për ujin, ti do ta kishe parë pejgamberin alayhi selam. O djalosh, nëse ke dëshirë ta shohësh pejgamberin alayhi selam, duhet ta mbushësh zemrën tënde dhe mendimin tënd me pejgamberin alayhi selam, në mënyrë që të mos mendosh tjetër përveç pejgamberit alayhi selam. Nëse vepron kështu, Allahu padyshim se do të nderoj me pamjen e pejgamberit alayhi selam. Kështu kemi mundësi ta shohim pejgamberin alayhi selam. Madje pejgamberi alayhi selam ka thënë: kush më sheh mua në ëndër, ai veç më ka parë, sepse shejtani nuk mund të personifikohet në formën time. Kush ka dëshirë që pejgamberi alayhi selam të ambush qenien e tij, ai duhet ta pastrojë veten nga të gjitha mëkatet dhe të metat, ta lexojë jetë për shkrimin e tij, t'i dërgojë pa ndërprerje salavate dhe selame dhe ta mbush kohën e tij me namaz dhe adhurime të tjera. Allahun e lusim që të jemi prej atyre të cilët do të pim ujë në xhenetet e larta nga dora e nderuar e profetit alayhi selam. Amin.